çfarë duaje do të bëjmë më së shumti në këto ditë para? Ne faktikisht si agjërues jemi të favorizuar me 3 favore. Favori i parë është se lutja në kohën e iftarit përpara se me çel. Njerëzit zakonisht në kohën e iftarit kanë menjen faktikisht është koha më e bukur që njeriu të lutet Zotit, se profeti alayhis salam thotë, në kohën e iftarit lutja nuk refuzohet. Është koha më e bukur para se me çel. E para, favorizuar në kohën e syfyrit, që është koha më e bekuar, pranohen lutjet pa diskutim. Se Zoti thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zbet në qiellin e dynjas, do thot, a ka ndonjë që lutet, a ka ndonjë që kërkon diçka, a ka ndonjë që kërkon falje të jap gjitha pa diskutim. Dhe kemi lutjen e agjëruesit. Profeti alayhis salam ka thënë, çdo agjërues në çdo ditë të agjërimit e ka një lutje të padiskutueshme. Unë them gjithmonë, kush prej nesh ka 30 halle, asnjë prej nesh nuk ka 30 halle. Këtu ti në Ramazan ke mundësi me zgjidh 90 halle. Një hall e zgjidh në një ditë Ramazanit, një hall e zgjidh në kohën e iftarit, një hall e zgjidh në kohën e syfyrit, 30 ditë, shumësim për 3, 90 halle. Tani këto lutjet duhet të bëhen në xhami, duhet të bëhen në formë caktuar, pasi nënat në kuzhina, motrat kudo që të jenë, vëllezërit kudo që të jenë, çunat kudo që të jenë, në shkollë, në punë, në makinë, ku ta zesh, duke i thonë makinës për shembull, erdhi koha e iftarit, o Zot më fal, o Zot më bëj marr, o Zot më ndihmo për të nxjerrë leta e hipotekës, o Zot më ndihmo për të dalë leja, o Zot ndihmoje çunin tim ta kaloj provimin, o Zot jepi fëmijës tim fëmijë, furnizoje me mirësi dhe absolutisht është koha më e mirë edhe pse duke thënë makinës. Pra lutja është më praktike, më praktike dhe është mund të bëhet shqip, mi fjalë çdo gjë mund të bëhet shqip, po sidomos lutja herë mund të bëhet shqip. E rëndësishme është që ta ndjesh në atë moment që Zoti po dëgjon dhe do ta japi.